Situata në të gjithë vendin sipas Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile paraqitet në përmirësim, pavarësisht se në disa zona rreshtet e shiut kanë vijuar. Nivelet e ujit në disa zona kanë nisur të ulen. Një pjesë e madhe e akseve rrugore ku ka patur probleme janë rikthyer të kalueshme. Situata sipas Ministrisë së Mbrojtjes vijon të jetë problematike në qarkun e Vlorës, Fierit dhe Korçës. Në qarkun e Vlorës, niveli i lumit Vjosa në Novosel vazhdon me tendencë ulje. Aktualisht niveli është 7.65 metër. Po vijon puna për bashkinë Delvim, Finiqi dhe Konispol, ku për shkak të shirave të rëna një ditë më parë ka patur prezencë derash në rrugët që lidhin disa fshatra. Në fshatin Vrion është bërë evakuimi i banorëve në një banesë për shkak të pranisë së ujit. Hidrovorët e bashkisë Vlorë janë në punë me kapacitet të plotë. Rreth 110 hektar tokë është në prezencë të ujit në fshatin Kashish, Çerven dhe Ferras. Nuk ka patur evakuime të banorëve për shpunuar për largimin e ujit nga oborret e banesave, ku gjatë ditës së premte është bërë edhe evidentuar kjo problematikë. Në qarkun e Korçës, ekipet në terren janë në monitorim të vazhdueshëm për prurjet e lumenjve Devodh dhe Dunavec. Ka prani të ujit në toka bujqësore dhe në disa banesa në fshatin Lumanas, Bulgarec, Shamol, Çiflik, Turan, Loçis dhe Sovjan. Në Sovjan janë evakuar 15 familje nga ekipet e emergjencave në terren. Në bashkinë Pustec po mbahet në kontroll situata në fshatin Shulin. Uji her pas here depërton në katet përdhese të banesave. Në bashkinë Pogradec ka prurje të larta të lumenjve Vërdovës, Rëmenjit dhe qytetit. Ndërkohë po punohet për pastrimin e dherave në Dardas, Proptisht dhe Çevarr. Në bashkinë Koloj, në rezervuaret e Helmesit dhe Kabashe Leskovik po punojnë me kapacitet maksimal. Po punohet në infrastrukturë për riparimin e disa urave në Qafzez, Stik, Gostivis dhe Psar. Në të gjithë qarkun Lezhë ka patur ndërhyrje të përqendruara të forcave për shkak edhe të situatës më komplekse të krijuar si pasojë e rreshjeve të shumta. Deri më tani janë përllogaritur rreth 220 hektar tokë nën ujë, 90 hektar në Zejmen, 70 në Shënkoll dhe 60 në Barbulloj. Nga dëmtimi i argjinaturës në Tale, ekipet me varka kanë punuar për evakuimin e disa banorëve që kanë kërkuar ndihmë. Në bashkinë Kurbim, prezenca ujit ka vetëm pjesërisht në zonën e ulët të Gjormit, vijojnë punimet në shtratin e lumit Droj me ekskavatorin e bashkisë, po ndërhyrjet në shtratin e lumit Skuraj për devijimin e rrjedhës në afërsi të rrugës. Në bashkinë Mirdit vazhdojnë ndërhyrjet për rehabilitimin e rrugëve të dëmtuara nga rreshjet e fundit. Po punohet në njësinë administrative Rrëshen, Kaçinar dhe Fan. Në qarkun e Dibrës situata është në përmirësim, po punohet me mjete për thellimin e kanalit kullues, për largimin e ujit në bashkinë Bulqiz, ku ka patur probleme në aksin rrugor mes qytetit të vjetër dhe qytetit të ri tek vendi i njohur si terminali. Në qarkun Shkodër në bashkinë Fusharrë, situata paraqitet më problematike në njësinë administrative Qafmali, ku po punohet për pastrimin e dherave në disa segmente rrugore. Në qarkun e Beratit situata është në përmirësim, ka rënje të theksuar të nivelit të lumit Osum, i cili është brenda shtratit të vet, dhe ujërat në tokën bujqësore në fshatrat përreth. Në qarkun Gjirokastër në bashkinë Dropull, ura që lidh aksin rrugor kombëtar me fshatrat Gli, Peshkëpi e poshtme dhe Peshkëpi e sipërme në Radat të bashkisë Dropull dhe fshatin Nepravish të bashkisë Libohov ka patur ulje si pasojë e rreshjeve të shiut. Ndërkohë, policia e shtetit ka ndaluar qarkullimin mbi ur dhe nga bashkitë dhe bizneset private po merren masa për vënje në funksion të një rrugë alternative, e cila do mundsoj kalimin e mjeteve dhe të banorëve. Ministria e Mbrojtjes, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile dhe të gjithë strukturat në varësi janë pa ndërprerje në terren për të siguruar jetën e banorëve, gjë së gjallë dhe të pronës. Autoritetet u bëjnë thirrje banorëve në zonat e prekura të bashkëpunojnë me autoritetet në rast të nevojës së evakuimeve.